Shikues nderuar mi mbrëma, edhe sonte jemi me emisionin Open dhe përderisa në emisionet e kaluara kemi folur ose kemi hapur debat rreth çështjeve të caktuara në lëmit e shoqërisë, sonte bashkëbisedues kam një njerëz që ka arritur të shijojë majet e suksesit, por njëkohësisht nuk ka arritur që të kaplohet nga ajo që thuhet dehje nga fama ose nga dritat e të qenurit gjatë kohë në majet të skenës, në profesionin e tij. Pra, të ftuar kam kampionin botëror të karates, zotin Enver Idrizi. Mirëmbrëma dhe mirë se na erdhe. Mirëmbrëma, mirë si kum gjetë, si ne jeni mirë. Kur e them këtë mirë se erdhe, nuk e kam fjalën vetëm mirë se erdhe në studio, po mirë se erdhe edhe këtu në Maqedoni, me që Enver Idrizi një kohë të gjatë nuk jeton këtu në Maqedoni. Por kohën e fundit ka vendosur ose këto ardhjet i ka bërë më shpeshta. Pse? Kjo do me thënia mirë se erdhe në Maqedoni është pak interesante edhe për tjerëve, kur po vesh unë i kam 5 pasaporta me 5 në qytetësi të vendeve tuaja. Edhe kur vi me pasaport kurat, faktikisht nuk e kam në qytetësinë e Maqedonisë, nuk ma kanë dhënë. Edhe që i kum rinjë këtu edhe këtë që i kum hina me një terminer të rrezikshme. Edhe kur vi e kam kroatsisht. Jeni kampioni karates, i sportit, po sonte edhe pse paralemrova, nuk do të flasim për sportin, më shumë do të flasim për gjëra të tjera. Normal, për sport as kena me formuli. Po du me thonë me pasaport. Gjithçka është e rrezikshme rreth personalitetit tuaj, megjithatë. Edhe kur vi me pasaport kroatsisht këtu, thonë ku e ka shkon? I them për shkret e vendi jam. Ku po vendi jam është Maqedonia, Shkupi, Saraj. Edhe për ta jam në shtëpi time, mos e mërzitni. Unë që në fillim do t'ju kërkoj mirëkuptim shikuesve, sepse nuk do t'ju drejtohem zoti Idrizi, po do t'ju drejtohem si Enver për një arsye të vetme. Është vështirë për mua, me që Enverin e njoh si fëmijë të mahallës, jemi rritur bashkë në Saraj, pavarësisht se pastaj ai është ngjitur rreth shkallave të famës me kohë, dhe është për mua shumë jo e natyrshme, por që në fillim do të falenderojmë për një gjë të vetme, me që Enveri është ndoshta hera e parë që ka vendosur të flet rreth gjithçkaje, por jo për sportin. Përderisa gjithmonë më parë ka pasur në fokus sportin dhe shumë pak ka njohuri rreth personalitetit Enver Idrizi. Do të ndalem edhe pak të flasë rreth kësaj, për një arsye të vetme, sepse edhe kur e përgatitja këtë emision, gjëja e parë që na shkon ndërmend neve si gazetar është futemi në Google dhe të kërkojmë rreth personalitetit të Enver Idrizit. Ishte shumë pak, ose fare pak ishte informacione rreth asaj që kush është Enver Idrizi, jashtë asaj si një sportist i përsosur që ka mbritur hierarkinë e suksesit në fushën e sportit. Shiqo, mirë i tha këto fjali, mas pari i përqëndes të gjithë që e përmende vendin tonë Sarajin, prej prindve tu si i kum respektu shumë, edhe gjithë njerëzit që kanë qenë rreth neve. Deri në 15 vjetë njeri nuk din, është një fëmijë i një mahallës, edhe është me mahallën. Normal që ju mbaj juve mend shumë mirë, edhe krejt i njofë që intelekt jam njef shumë njerëzi, jo me qindra, po me miliona njerëzi në për tërë botën, e jo juve që si ku marru, e mbajnë mend që tash, edhe t'i ki arru, kur ta ku më dhoni një qokolladë vogël, edhe i mbajnë mend të gjitha mendimet edhe gjitha ato kujtimet që kena pas. Atje, faktikisht kena jetu shumë mirë, edhe unë kom pas fatë madhë që ka qenë një dhërat e Zotit që më ka prek, edhe këtë këta yje që për mendon, yje s'ka vetëm është maj madhë i Zotit, në në rëpët e ati, që këna mbri komunitetet dhe rezultate janë këtë dhëratat Zotit. Unë e marrë për një vendit vogël, me një qonë, s'kom pas as këshiltar, as mjek, as kërkon s'kom pas. Do të ndalem këtu. Shikuesit mendojnë se Enver Idrizi është bërë yll kampion, duke pasur një duzinë të njerëzve që e kanë shtyrë përpara. Ai ka pasur vetëm një ëndër. Një ëndër që nuk e di, tash i do të na e shpjegojsh, por ajo që si e mban zërjeta mend të Enverit.
ma përmendet edhe para emisionit, një fëmijë që me basketbol, rreth 1 kilometër, asa është larg shtëpia juaj, drejt shkollas, e bën duke thënë kushtimisht driblat, ashtu deri në shkollë dhe pastaj vënohet gjithmonë në orën e parë, jo se s'ka mbrim me rregull në orën e mësimit, por ka qenë e vështirë që të lanë duart nga bloza që është ngjitur. Atëherë kishit një ëndër se do të bëheni sportist apo mjek, avokat, ekonomist, ashtu siç janë vëllezërit tjerë të Enverit? Shiqo, unë jam i lindër përfitore. Më isha bo sportist, isha bo mjek, më isha bo mjek, isha bo president. Ajo është dhuratë e Zotit, të betë po thomë, po më rëndësia është që... Qysh atëherë kishit këtë ëndër se do t'jeni drejt rrugës së sportit dhe jo ndonjë profesioni tjetër, e theksova, ashtu siç është mjek vllau juaj njëri, merret me ekonomi, biznes. Thjesht ju kishit një profesion? Një ëndër të tillë për t'u ngjitur ka sporti apo? Vetë më holla e dinu, nuk më qenë pak më i gjallë për atinve dhe kom qenë, sikur me thonë kështu, lirishmi me thonë, i dallum në për shumë lamit, jo vetëm sport, edhe kur na shku në qytet, kur se ne kena qenë këtë në shqiptarët, kur kena qenë me një pjesë të vrafërijës, edhe ne u dash me safriku shumë sende, edhe si kur kena qenë matri me punu atje, me botje, për me darë në skenë, kur të darim në qytet me qenë i pas një par Leviska, Farmerka, kanë qenë atëre një Shangajka, Patika, me mujtë me shku dhe në film, me shku me mujtë me ongra dhe diqka, dhe ne u dash vetë me punu, mi bo shumë sende që e përmendin që atë në bështetin. Bështetin më në basë nga kanë bo vetëm kur nga kanë gjujtë në tresk, mu latje, kur gjë tjetër. Kur jemi këtu, ajo që është kryuar, thash, do të përgjëndrohemi, sportin të ta prekim vetëm për të shpjeguar ca gjëra. Enveri si kampion botror, atëve që më kanë shkruar shumë herë, gazetat, kanë shkruar, janë marrë shumë emisione, por ajo që i mungon këtyre të rinjve, ju e shoh që flisni me një entuziazëm shumë për fëmirin, për dashurin ndaj asaj kohë, kurse tani është inkorporuar tek rinjt ose tek kjo gjenerat se në qoftë se ke një palatlete rreth 200 euro, atëherë do të kesh një gjuajtje më të mirë në futboll, ta zejnë. Ose në qoftë se ke tutat më të mira, trajnerkat më të mira, do të jesh ndonjë sportist ose do të shtyj, ose në qoftë se ta zejmë ushtron në një sallë prestigjioze mund të bësh sportist i mirë. Atëherë nuk ishte. Nuk është e vërteta ajo. Ka shumica e njerëzve këtu në Maqedoni dhe botën e jashtme që janë multimiliardera, kanë dëshirë mi bo fëmijët artista, sportista, kanë qef mi bo në kulturë, në artë, në politikë, por nuk arrin qëllimin. Qëllimi nuk është vetëm... Si arritët ju qëllimin? Po, unë ja kom rritë qëllimi si kur që kom tonë shumë herë, shemëll i falimdrona prindve të mi edhe bashkëtarëve të mi dhe komshive të mi dhe krejtve, shemëll mas pari foli për familjen teme se ati i kom krejt. Ne nuk kena tu qa që kesh, një bab nga ka pas neve 7.000 që nga ka rritë me një rokë, po ka qenë shumë i zoti edhe nga ka mbajt shumë mirë. Edhe shembull në pjatat tona ku kena hongër ose ku kena si kena pas ushimin me të vërtet mire tona gjëra, po unë gjithë kom thonë, kërë më shku, unë jam rritë me buke qaj edhe djath, langë djathit. Në Amerikë kërë kom thonë atë këto, ju në konë 500 vetë në presë konferencë, më kanë bërë qëfar vitamina merë. Unë i kom thonë, marë vitamina buke qaj edhe langë djathit. 20 minuta ka qenë aplauzi, për qëfar arsye? Se kur njerë nuk qyret një individ, qyret komplet më hala. Në atë kohë s'ka pas as diskoteka, s'ka pas as kafiqa, ka pas dëqajtore që ne s'kena shku, edhe jeta janë ka qenë punimi, kena ushtru. Dhe kena ushtru me trenera që kanë qenë mirë, njerëzit sinqert, edhe u ditë që është sport, politika, kultura, kulturë. Edhe për që ta ne kena rritë rezultate se ne kena ushtru me gjysë patike, qkyme. Ka qenë jashtë minus 30, minus 28, ku kena vrapu, ndoshta bora ka qenë deri mes belit. E sot,
Ditën e sotit nuk ndihmon patika për 300 eurove që ndihmon kur gjo se ka ndorë disa sende shumë të rrezikshme, teknologjia e shumë e përparume, sikur që e dini vetë, cilë fëmijë ka 2 iPhone-a, i5-a, ka Apple, interneta, edhe ai nuk qohet në 4 sate që janë veridrizja dhe shumë sportistat tonë, që janë shku në votë me nga në 4 mëngjesit ose 5. Ju thoni se ajo që ju ka ndihmuar ka qenë ajo se jeni orientuar në punë. Dhe jo sportin e keni bërë në 4 të mëngjesit, por jo në iPod, iPhone, si që bëjmë fëmijët tonë? Fëmijët tonë, pjesa më e madhe, dini vetë, jeni prind, jeni krejtasi, ka shku shumë për para teknika dhe ata më nuk kanë, vetë me shku me nga, ata ngajnë në iPhone ngajnë. E po du me thonë, problemi kryesor është që ne që kena qenë një generacion, me të vërtet kena qenë punëtor, edhe kena pas jo kushtet e mira, tash problemi këtinve gjithve fëmijëve, kushtet i kanë të gjithë, po si janë punëtor. E në verë do të përqendrohem edhe në atë pjesën që ju thoni se duhet punë. Por ajo që më la mbrez dhe kësa ju dëgjoja me vëmendje ishte fakti se thoni tek unë ka ndikuar familja, ka ndikuar lagja, ka ndikuar të gjithë miqtë e mi rrotull. Ju të thoni se shoqëria më herët ishte disi e cila kultivonte vlera. Tani sikur këto vlera ja është zhvendosur? Po, e vërtet është, mundën edhe me verifiku të gjithë përpara. Fitores tënde disi ju janë gëzuar më shumë shokët e tu. Asaj larje së duarve, kur jeni vënu në orën e parë, ishin shokët e tu, duke të mbrojtur se pastaj në veri do na e sjell fitore në koshark me atë shkollën tjetër. Fakt është se ne, kur kena luajtur për shembull basketboll, kanë ardhur pi vendeve tjera me na pa neve në Saraj, çfarë basketbolli kena luajtur, ne kena qenë njerëz pa instruksione trenerave të naj, a kena luajtur më mirë se ata që kanë qenë në klub që kanë ushtruar. Edhe vishin për krejt lagjeve të Shkupit edhe asaj me lujt me ne, se e lushim një basketbol sikur me lujt në Amerikë. Edhe kena qenë përgatit që anë për me lujt në ekip. S'keni pas iPhone-a që të shihni, të mësoni diçka përmes internetit? Por këtë e keni pasur? Kur gjos kena pa ne. Veç që na ka dhënë Zoti që atë top edhe i kena pas ato terena i dini vetë Saraj, po me punim, kur punon njeri, atëre vin idejat. Me ushtrime, se njerëzit nuk e dinë, ata kujtojnë normal që ti pa e bo një rrugë me hap, nuk hapet rruga tjetër. Që ashtu ja kena nisë ne me punu, po unë, kur kom lujt basketbol, kur kanë shku ke shokët e mi në shpi, unë ja kom ushtru tëna sport tjetër, kom ushtru karate. E kom marrë, kom pas një thes, që kom mbush me robet vjetra, vete kom kep. E kom bo vete edhe kisha një bicikl, edhe që isha në bicikl, që isha dhe në park, të isha për ma marin. A i thejtë s'ka vlejt as 10 euro. Edhe ushtrojshë në atë thesin, të na pete bisha të shpia, qo bjere çdo ditë. A i ka qenë një maltretim. Ndërkohë është dashur të lesh koha edhe për të mësuar, sepse ke qenë nxënës si mirë, edhe në shkollë. Këna qenë, unë kom qenë nxënës jaftë, kom qenë shumë jaftë se unë kom përcjellë gjithë intelekti i karates është filozofia e vjetër e kinezëve dhe japanëve. Në karate është sport që jo që për lavdoj unë, mëse qo zot, është ma ndryshe për gjithë sporteve tjera, se ki në funksion mas pari kokën edhe komplet pogonin lëvizjen e krejt trupit. Unë kur ta shoh njerën edhe kur kom qenë i vogël, kur kom pa mësuesin tem të folën, ja kom marr krejt çka ka folaj. Edhe kur i marr të shtëpia, unë s'kom pas nevojë shumë me mësu. Se unë kur më shku nesra, ja kom përdrit qartë mësuesit, edhe mësuesi s'ka mujtë më dhënë notën e keqe, se ai më ka mësu. Edhe atje i kom qenë pak ma i gjallë dhe ma si, kena kalu shumë mirë në ato korna se kanë qenë njerëzit ma të shnosh në vedije edhe ma të sinqert. Ta shu ka bo një rëtullimi i jetës e madhe dhe me njerëzit mon nuk kanë, sikur për para kur e kom pa shamën prindin tante, e kom respektu, e kom përqafu. Ta shë që dhe ka punë e vetë, kalon as mërdita, nuk thot, nuk është e koha që ka qenë. Në atë vrapin e quajtur rrugë për të mbjetuar, ose rrugë për të mbritur, diçka që... E në vërë të kësa të dëgjoj, disa herë përdorish fjalën falënderim Zotit. Ju gjithmonë keni thënë se fama është mbërritur fal rrezikit që të ka dhënë Zoti dhe ëndrës që asnjëherë, pavarësisht sfidave që të kanë dalë rrugës,
nuk e hequr dorë. Cila ishte ëndra juaj? Ishte që të bëheni kampion botëror? Që, ëndrat në atë kohë kanë qenë shumë interesant se me 16 vjeç 17 dini unë kam qenë kampion i Jugosllavisë, edhe shkojmë në një kampionat në Beograd atje, shkojmë në rinia, unë kam qenë më talentuar për kredve shumë larg, po alo se kena ditë veten ku ishen adin. Edhe vim në Beograd atje, i fitoj të gjitha lonat, veç unë vim me medalet e poshtë, atër ku marrë pjesë për Maqedoninë, ku një prej udhëzve i blen 10 bureka, po foli kështu. Pjatin e 10-ve të këtë ja japin, mu s'ma japin asnjë me hongër. Thot s'ka për ti. Pse s'kisha kërkonën e? Pe analizoj thëm, çfarë suksesi po marrim, çfarë asi nuk kena me hongër ne një burek. Që për atë moment ishte shumë i rëndësishëm bureku se sa medalja. Për shkak të... Po, që ne kishim garu shumë atje dhe përsa po kthejmë ne... Harxhosh energji, një unë disa... Shashtë, të na kur vi këtë thëmë, tu, mo, kur ne nuk jetoj. Dhe me këqaj bureki, është sebepi edhe kismeti të tjera në atë dyjet. Vion në Maqedoni, vi kalzoj prindve të mi, ata s'kanë qenë shumë nxehtë për me qenë në sportistë, se ata kanë qenë gjithë në atë paralelin me mësu në shkollë. Edhe këtë vëzë diko me shkollë, këtë kanë pas dëshirë për me, vetëm me mësu në. E të kësova, një vëlla ekonomist, mjek... Po, këtë kanë pas dëshirë me mësu, edhe tona qelen sfidat e ishi Jugoslavisë, këtë Jugoslavia vjen me kërku mu me shku, si transferi maj i parë në histori kërate sportin. Vinë për Beogradit, vinë për atjet, kur vinë për Mostarit, edhe Mostari pak ma ngrof me mentalitetin tonë. Atëre, une foli me printe mi, thamë une nuk jetoj këtu sheri që du vetë me fitu ato që ka do une. Edhe nuk du më jo boj juve mbështet më ju lodh, jo po më duhet që kjo, s'po më duhet ato, që më ka shumë të interesum për mu, une ika. Edhe që shtu shkoj projektujt, edhe kur shkoj atje, nuk i rrugëve të këqia. Do të ndalem aty, një fëmijë 16 vjeçar, mbrin që tjetë, e them pa modestia tjetë në fokus të dritave botërore, me që arrin t'i kap medaljet e gjithë botës, por nga nga tjetër, thash pak do të flasim për sportin, pak do të flasim për medaljet që ka marrë Enver Idrizi, por ajo nuk dehet nga ajo famë dhe nuk ka ato zonat gri. E ritheksoj atë që e thash në fillim të emisionit. Futesh në Google, Enver Idrizi s'ka skandale rreth vetes, Enver Idrizi nuk ka ndonjë vozitje të shpejtë, qoftë edhe ndonjë problem të vogël trafiku që ka bërë, të shkruajnë gazeta diçka që është jashtë asaj që është sportive. Enver, çfarë bëri këtë që ishte ajo edukata në familje, që gjithçka gjithmonë duhet të jesh i urtë, i arsyeshëm? Është vërtet shumë karrierë gjatë kom pas, edhe di shokët e mi, sigurisht kanë pa edhe mes ekranit. Unë nuk më qenë ujnat më të naja botnore. Ujnat më të naja botnore që i kom pa generacionet e para, me thonë lirisht këtu më shprej. Hap pas hapi i ke pasur gazetarët, por? Jo për gazetarët. Unë i kom pa generacionet e njerëzve që janë botnor për politikës dhere të që të një fjallë mafijës, që kum jetu dhe i kum pa të gjithë, ndoshta kanë qenë këtë afërme të gjitha sendet e botës, për mu prish atë aspekt ose këtë aspekt, po une asë një gjithë i kum qyrë punën teme, nuk kum përzi jasë në politikë, që më përzi jasë në punë të flishta, asë punë të kërkuna, e kum qyrë jetën teme, që ato që kum pas qef me da me familjen teme, me njerëzit e mi, me popullin tem, dhe me ku kum shku në përket botën, pja verifikoj une, i kum fitu shembull 100 euro ose 100.000, une për 100 eurove i kum darë për veti 10 euro, ose 20, 80 euro ja kum farë njerëzve. E që ajo ka qenë sukses jem edhe jem shumë i lumtur që ku mujtë diçka me da me njerëzit, faktikisht edhe njerëzit kërë në konë nga të me, nuk kanë kërsy për me da diçka me mu. Kur e thash, edhe njëherë do të kthem, kur e thash i keni pasur hap pas hapi gazetarë, sepse gazetarë në një farë forme, sidomos kur ka një yll ose dëshirojnë që ta zhveshin karakterin e tij. Tek ju disi s'ka pasur, keni mbetur një fëmijë, një iri shumë normal,
unë kom pas mas e shumë se që duhet gazetar, se sportista tjerë. Që më tëra kom qenë Kroaci, kom jetu që ju më konë top media, që u konë e vërtet ajo. Sa ka pas media kryetari i shtetit që ashtë kom pas, ndështë edhe ma shumë se aj. Por në Google nuk gjej asnjë informacion rreth jush. Çfarë bënte Enveri? Pse ishte aq i urtë? Po unë me të vërtetë s'kom bërë skandala, kom jetu një njerë, jom konë gjithë i afrushëm me njerëzit edhe nuk kom pas dëshirë me bo skandala, sikur shumica e njerëzve tjerë që kanë pas shansa që tash po Për qiuar për në moment? Për gjinies femnore me mu kallzu jashtë që unë kom këto e kom ato, kom makinë mirë. Unë kur i marrë Mostar me 18 vjetë kom pas makinën më të mirë që ekziston në qytet. Ansaraj as biciklët s'kena pas. Edhe? Edhe që është, unë kur njerës kom marrë me makinë të shpia, shëri që pjesa maj madhe 80% e shokëve të mi, edhe këshive të mi s'kanë pas makina. Sa është të që Enverin e këna për kraj, këna do është këtë, sa është për vjenë Enveri për na tregohë këtu me makinë të mirë, i ka bo 2 banka në gjep, i ka bo këto, për që ta kur që mordë, 99-ën, 2000-ën, kër janë nisi levizja madhe, modernizimi madhe, dhe njerëzit janë nesër me bo makina, gjera, stende, herën e parë ku marrë 2000-ën me makinë unë e të shpia. Në vend tek, është dashur të kaloj një dekade, ta? Unë kërë marrë dhe ku marrë makinën e vëllavit tem, e ka pas një Audi, në baba ki ka pas një 150 i vjetër, veç që s'kanë ra, ato gumat me që ato, me shumica më ka thonë, oj, pse kështu? Për mu nuk më banë makina njeri, as garderoba, as parja. Nuk kom qef me të thjeshtë të qështu. Enver, arsyeja kryesore pse je në këtë emision, e thash dhe ndihemi privilegjuar që keni vendosur të flisni hapur për shumë gjëra të cilat janë jashtë asaj që thuhet Enveri Idrizi, sportist me famë botërore, është ajo se kur ju pyeta, ju me shumë sinqeritet e thatë, pse në Maqedoni dëshironi të ktheni kapitalin tuaj këtu pas një koha aq të gjatë, ju shumë thjesht e thatë, vendlindja thëret. Jo në atë aspektin patriot, ja unë tani do të bëj për shqiptarinë e madhe, por thjesht se ndjej se tani për momentin mund të jap kësaj shoqërie më shumë ti. Une kum pas fat të regova që më darë shumë i ri edhe njerë më konë qash që inteligent më thonë shumë sende. Në atë aspekt kërë më shku une e kum bajt një qytet, kum pas biznis shumë mirë, kum pas asi, kum qenë non-stop i kyqen me artin, sportin, kulturën dhe politiken, edhe biznisin. Ku garohet në nivel botëror, në nivel evropian, dhe tani vendosni që të ktheheni në Maqedoni. Që Maqedonia paka shumë këtu rregullat e lojës nuk janë aq të lehta. Janë shumë mira rregullat këtu. Unë kom mësu Bosna dhe Kroacia kur ja ka filluar lufta atje kom pas shumë sende se ata kanë qenë shtete më të mëdha se Maqedonia. Edhe atje kom mësu faza e parë gjithkohësh, faza e parë e cilës mbarimit luftit në gjithë vende është ajnia, tradhtia, procesioni, këtë vinë. Faza e parë e dytë, faza e tretë, ja nisin njerëzit pak më qërë syt, ja fillon një fazë shumë e rrezikshme, po fazën e katërt tëna vjen faza e zotnive. Që dhe me thonë zotni? Zotni nuk dhe me thonë aje i katundit e i qytetit. Filhlirimi të vlerave, kështu e thoni. Qashtu. Fazën e tretë edhe të katërtën ja nisin njerëzit me ardhë për me ndihmu vendindjes vetë. Se në diaspora është numër 1. Diaspora ka njerëzi shumë të meqëm, njerëzi shumë shkollum, edhe ka njerëzi shumë të pasur. Me ardhen e njerëzve diasporës në vendindjen e vetë, për një kohë shkurt 6 muaj deri një vjet Maqedonin ta bëjnë Hollywood. Marrë edhe pjesë edhe muj me thonë edhe Kosovën edhe trojet tona ku jonë, dhe me ka shumë njerëz që janë shumë të masën, po nuk kanë mujtë marrë fazën e parë. Faza e parë ka qenë uncimi i madh. Pe kuptoj që ekonomia momentalisht është gjithkund botë e keqe, jo vetëm në Maqedoni. Unë pishon njerëzit janë të abitën rrugë. Nuk po din ka me shku, a me shku në shmajta, në djatë, për varfërijës, po besoni që gjithë u konë... Ku e absorboni gjithë këto optimizëm? Që ato po të me thonën, që tash qëtë moment,
Kur e them ku e absorboni këtë optimizëm, më njëherë në kokë, për t'ua shpjeguar edhe shikuesve, e paramendoj Enver Idrizin, që është duke mbajtur një seminar në nivel botëror, ta zejmë në herën e fundit ku ishit në Japoni, ku i ke maestrët më të mirë të gjithë botës, duke ju dëgjuar rreth shkatësive të caktuara sportive, Enveri thotë jo, unë do të funksionoj në çajir. Për çfarë aspekti? Aspekti ku thash sot edhe këto ditë që kum pa shembull njerëzit janë tutum, të habitun. Po unë pjo jep një kuraj gjithve njerëzve këtu që si shpejti ku mi undru ondrat atinve. Jo vetëm Enver Idrizi, po shumë njerëzit që i kanë dëshirë marrë këtu, se këtu gjatë natës mundet, sa din dë njerë kura njeri shumë kesh të diqa, mbarova. Kur të shep për njerë janë i dili mi dalë. Që është ku mi dalë edhe këtime njerëzve dili, edhe kanë më qenë lumëtër se këtu duhet me bo standartet tjera. Duhet mu qelë prodhime, duhet mu qelë fabrika, duhet mu qelë vendet punës të cilit njerëzit kanë nevoj për ato. Ato janë shumë, nuk ka fantazije e madhe ato. Ato kretë gjërat realizon, po me kapitalin tonë që na diasporës, ato gjëra mundën mu realizu. A me kapitalin e këtujt, kur gjosë mundën me bo, veç mundën me shku me blej farinshprere, kikerika dhe sende tjera. Enver, deksa ju dëgjoj, ju pak ditë për para morë dhe një fush sportive mori emrin tuaj, e pash entuziazmin tuaj, por mbi të gjitha ju thatë, do t'jem shumë i kënaqur kur në këtë salë sportive do dalin njerëz të cilët do të më sfidojnë famën. Po që qofë, këta njerëz këtu që janë t'i odheq tash këtë pjesën këtu, kanë bo shumë sendet mira kanë bo. Qash kanë pas mundësi. Shembull, i kanë rënëvru shumë sende prej vendeve, pi qarshirës deri në fund atje. Shumë sende janë bo treja, janë bo shkolla treja, palestra treja që është ardhmëria e fëmijëve tonë. Po besoj që nuk kanë faj se të ne, ati që shena, të ne, qash unë e ku marrë me udheq, shembull pjesën e shqiptarëve. Shqiptarë duhet më konë me i hapë njerë për gjithmonë së cytë, të gjithë duhet me ndimu mu. Për me qenë ata ndimum. E jo ne, kur ta shet që ka marrë dukush njoni, i këcejmë mbi qafë, dojna mine mërzu. Jo. E kanë marrë kjo pjesa që, shembull, edhe duhet me u largu, sendeve partiatike, jo kjo është i kësaj partia, ajo i partijës, ato, nena gjithë shqiptarë, ne duhet me ndimu njëni tjetrit, edhe mës me këqyrë, e heka pi punë këto si so shijoni, ajo është absurd, gabimi maj madhë që pesho. Këtë frymë duket si kur ju kam betur që nga fëmiria, se njerëzit nuk e shihnin në Enverin si njëri të largët, është njëri me halës tonë që nësë ka sjellë këtu fitoret. Po që gjithë u konë ajo problem, nuk e kom mendu, në ato e kanë thonë njerëz të vjetër, kur ka ardhë prefekti, Muhamedi kofshin falë ati në katun vend, se kanë pranu. Si kanë besu që o prefekt. E për me besu, edhe për me dasht njerin tonë, dhe me duhet pi loqit me bo heroj. A të ne pi herojt e bojnë loq, edhe problemi kryesor të ne është që të ne nuk ta pranojnë suksesin. Dhe me kje maj miri, pi krejtve të ta pranojnë suksesin. E ku po këthena këtë pjesën tjetër ku po të regoj, ne duhet me ndimu kur vjen një njerin pushtet i joni. Shta shkarën pushtet, duhet krejt ne mi umledh rreth ati, ato 4 vjetë që i ka dhe 8 vjetë mi adhon këtë forcat që eksiston. Se e ku me qenë 4 vjetë, së mund me kërkush ato. Po duhet mi adhon këtë forcat për me qu ato nartë, e kur qo është nartë atëre, kollaj vjen karike dukush tjetër. E ne kur të shtyp ato, e shtypim karike dhe lojmë karike ato, nuk e livritim për karike. Pse? A nuk ka metod për me bo aktivitete treja, a ka metod që shmore vlavin me vlavin, dhe me shqiptari me shqiptarin. E përse ta ka shumë gabime këtu, që mundën me përmësu, vetëm përmëson me mes të ekonomijës, se kur është ekonomia mirë, edhe të shpia ki lumëturi. A ki pa kur vjen bëvet me 2 keset naja të shpia, krejt dalin e përqafin, o lo dhe mirë se ke ardhë. Kur vjen me dur thot, kërkus të donë. Edhe as i thot kërkush a ki mujtë, veç e len
ja qetë një qaj që atë edhe për të mirë. Mirë, tani pak janë zhvendos gjërat, se mundet vije edhe nana me dy keset Po, në e fakt është, që është bibi nonat pare të shpia. Subjektivizmi pak si jemi në këtë rast. Enver, ajo që unë dua të përquhet si mesazh nga ky emision, është fakti se ju gjithmonë e keni thënë se për të arritur një famë, njëherë duhet ta besosh ti brenda vetvete se mundesh dhe mos heqish dorë. Pse kësaj gjenerate të re që ju e keni parë mendoj të rinjt edhe në diaspor, në Gjermani ku jeni duke punuar, edhe këtu është mbjellur ky pesimizëm? Po unë të regoha në fillim, kjo është teknologjia e re ka ardhur shumë. Edhe çdo ditë kam marrë shumë më keq për teknologjinë e re se secili pi neve duhet me pranu edhe ti edhe unë edhe krejt secili pi neve kena qef me pas makinën e mirë, shtëpinë e mirë, mi pas telefonat e mirë pa punë. Pa punë s'ka. Te ne kena punu në atë kohë, po kthena unë së më vjen hiç turp, kena grapu kanal, kena bëjt zallë për me na kisha me pas ushqimin edhe me pas qadona. Tash cili fëmijë pi neve, fëmijës tanë shkon me punu diku, kërku. Pse ka qef mi afru të shtëpia krejt, edhe kur e vjen të shtëpia nuk të respekton bëli. Kjo gjë nuk funksionon në perëndim. Edhe perëndimi ka ato manirat e veta se shteti është më i fortë me ekonomi, edhe ju tolerohet më tepër kanë shembull në perëndim e ka që thonë këtu ato dhënat stresore fëmijës, e ka sikur ndoshta ju që keni rrogën këtu. Edhe ai fëmia me ato jeton fenomenal. A këtu ndryshe këtu. E për marrë ato gjëra këtu duhet që ju thash vendrinë thret, këta njerëzit që janë këtu më qenë pak më parlamentarë dhe mi pranu njerëzit e Evropës që janë shqiptarët, që unë vetëm që i një mas pak të një 10 miliardera që janë, që ta bëjnë për një vjetë këtu ekonominë të aqojnë nivelin më të madhë botënar të aqojnë. Po duhet mi pranu me faqe bardhë, jo mi shku më njerë mi këtim bikry, jo dush mi dhonë që to, dush mi dhonë ato, sikur që ja kena zanatni. Më thënë duhet të investojmë me punë, të investojmë me dije për të thithur të mirat materiale të cilat mund të vinë. Tu kredi kena për me investu, shembull se çdo njerëz që është në diasporë jam i sigurt që mund të qenë një punëtori të vogël me 30 punëtor, 50 punëtor. A ka njerëz që mund të qenë punëtori me 2000 punëtor, me 5000 punëtor, 10000 punëtor për me punësu. E kur të anisin më punësu njerëzit, mos kemi po kërkon në për pazar të ushqetit, ose në për qajrë, ose kërkon se s'kan kohë. Ata duhet me punu ton ditën, në akşam me pas bilmetin të shtëpia. Jemi nga fundi e emisionit dhe ajo që dua të përçoj si mesazh nga ky bashkëbisedim me Enver Idrizin, kampion botëror në karate. Ju zakonisht theksoni se goditja më e fuqishme nuk është goditja ajo që jep me forcë sulmuesit, por është ajo që është me dije. Ajo që e thatë edhe nga arsimtarët e juaj keni thithur ku qëndron dobësia brenda në organizëm dhe të gjithë këta të rinj duhet punojnë ku është dobësia e tyre në organizmin. Porosia që dua ta nxjerrë është ku qëndron problemi që definitivisht shoqëria këtu, shoqëria shqiptare investon shumë pak, ka shumë pak besim në dije dhe ka shumë besim në elitat politike. Nuk kanë faj kërkush këtu, nuk kërkon se fajsoj as politikin, as kërkon qash dim. Dy vetë janë dalë dhe në ring ishtë një sportist janë u rejke me një tjetër edhe kis pas ka ushtru ki jani. Ki ka ushtru shumë, po qa që ka aftësin. A ish i mirë, dhe me kish ma i mirë se ki. Edhe ki u mundoj kja ma qa që ka aftësin. Edhe të ne. Nuk du që kur parë që ta është mjë këci njerëzën mbi kry. Këta e kanë pru dire që tu, që ta është vinë kodrat e reja që janë kodrat meqëm, kodrat që kanë studiu në për vendet tjera. Edhe ata duhet më ardhë me bashkëpunu me ata se mi avdon rrugën. Pi ekonomisë, deri të ato që me pas problem kërkush, ato janë shumë sende timta, edhe ati vjen deri të
rregullimi i popullit tonë. Se momentalisht populli jonë me pa rrugës është gjëna me pa. Në verë, teksa aq sa më lejohej, do me thënë, aq sa ke lënë që të gryhet në jetën tënde private, shikoja gjatë ngjitjes së karrierës takime me lider të mëdhej botëror, takime me general, të cilët me shumë admirim kanë pranuar takimet ose me shumë admirim një pjesë shumë të rëndësishme të kohës së tyre ja kanë kushtuar Enver Idrizit. Ndërkohë që tek ne si duket kjo mungon, se sikur këtyre njerëzve të cilët prinë në sport, në muzikë, në art, nuk u jepet ajo hapësirë. Pse i gjithë ky hezitim? Ose sa ajo të ka dhënë kurajo që të ndjehesh i rëndësishëm? Ne të mbledhen 10 personaliteta më të fortë që janë këtu, edhe të bina në program edhe të lej me telefona, jo pa telefona, dhe me kontakt. Edhe brenda një ore, ne të organizojnë punë në Evropë, në Australi, në Amerikë, në Zeland 3 dhe këtë a mundën me organizu punë. Së mundën. Veç mundën me thinë në Tetov, në Gostivar, edhe në Okrë. E si tirë këto 4-5 vende, a shambull ti nuk ki prosperitet në shtetë. Ti dush më koni lidhen me botën, me Brukselin, me Washingtonin, që kur ta thirë një telefon, miner me ta qenë telefon edhe me di që ka bëdon. A pjesa maj madhe janë se ka ata. Këtë e mësove gjatë funksionimit në Evropë? Une për veti... Ku kontaktet janë pasuria ma e madhe? Po që do është me thonë, ne këto vite që kena qenë njashtë, i kena lonë dyrë qelë, kontaktet me njerëzit më të majnë botë, që një telefon ja vojnë edhe këtë janë sendet kryme. Ska ti me thonë, ja valla mundëm, jo s'mundëm, që kjo duhet mu kry edhe kryet puna. Pse e ke lonë fjallin e mirë, e ke lonë autoritetin e mirë, e ke lonë të gjithat mira. E për të dhe edhe njerë Peceki, ka shumë sendet mira që jena t'i bisedu kone fundit me njerëzit tanë, që janë politike dhe njerëzit ma të afer. Dhe me kunë s'kam kush farë nevojë me i përzi kërkuna në ato vende, mu si marë asë për karike, asë për kur gjohë së më intereson. Me dash ato kur du e marë. Paratike në Evropë, sigur t'ja? Së është problem për ato. Kariken, unë e kom të shpije, e kom kariken. Së më duhet karike. Kur jemi këtu, letua shpjegojmë edhe shikuesve. Vëndova bast me njerëzit që janë duke të shoqëruar këtu. Kur vjen Enver Idrizi nga Evropa, nga Gjermania, ku qëndron atë 2-3 ditë. Të gjithë kishin përfshirë këtu edhe vetën time, idenë se jeton në një banes luksoze. I tha jo, ri rehat në dhomën e nënës time në Saraj. Qartë, është ato se ndërë kur njerë, unë e kom një shpi thjesht, e kom ati që nuk po lavdona, po mu me bo 7 ka shpinë që këtë Saraj me ma pas shpinë, është shumë e thjesht, ajo. Po na e kom muzejat shpi, e kom prindeve të mi, e kom parkin e mirë, kur vi e kom atë krevetin që kom flejt gjitha ati, e kom karikën temë, unë jam njeri ma lumë të rëmbotë. Se edhe njerë tash, parja, garderoba, edhe makinat nuk e bojnë njeri. Të lumëtur. Lumëtur. Njerin e bënë të lumëtur ato që e ka, njeri duhet me pas vetëm 2 gjëra njetë. Edhe shumica nuk e dinë, se kur ta vetë ndëkon qëka është pasunia maj madhe për njerin, gjithë thonë më qeni shnosh. Së është e vërteta, ja. Pasunia maj madhe është me qenë, me pas karakter, edhe më koni famshëm. Karakter, djetë karakteri kur vjen, a qështu. Famshmëria, thotë, po ne nuk mundu më bo kretë si Enver Idrizi, ose si kur do një artist shumë i madhe. Jo, fama është kur dojnë të shpia. Kur vjen të shpia, këtë kanë qef me të po, të në kur denë më halë, dojnë njerëzit e më halës, në qytetë kur dojnë që është famë. Jo famë më konë sportistë ose politikanë me dashtë si njeri famshëm. Famshëmëria dhe karakteri, të 2 gjëra jonë pasunia maj madhe e njerit në botë. Edhe unë kur vitë të shpia eme, vllazët e mi më presin, jo si Enver Idrizi, më presin në njëm thmija atinve, se ata më qesin buke djathë me ongër, unë e halë. Nuk thëmë, qka o kjo, ose qka është ajo për atë muhabetin ju që e thatë, dhe me flejnë villa luksuzën e flej. Unë e këndë është ta, këmë pas hoteli që këmë flejnë, është ta 10-15 mjerë natën. Këmë pas sendin ma luksuzën bo që njerëzit munden me andru. Po, pëtë unë jam njeri i qajt edhe bukës edhe djathit. Jemi në 3 minutëshin e fundit, Enver.
Pyetja ime e fundit ka të bëjë me atë se definitivisht ju keni ëndra të mëdha të cilat thatë se pak a shumë nuk i zbuloni. Realizimi i një pjesë të tyre do të fillojnë gjatë kësaj vere, kësmet inshallah me të mira, me uratën për të funksionuar. Edhe njëherë dua, por megjithatë nuk ka se si mos ta kishte zigluar thënë kushtimisht edhe shikuesit, ajo se ju jeni shumë optimist. Reflektoni se gjithçka edhe këtu mund të shëndrit, fillon të funksionon mirë. Ku ky optimizëm? Po, ne mundem edhe dona edhe ne fitojmë për optimizmin, se këtë këto që pishini këto janë shumë gjëra qesharake. A beson që ju të regoj këtë popullit tem që peshe këtë emision, besoni që gjatë natës ndrohet sistemi. Edhe pjesa më e madhe familjeve vetë këtë kanë më qenë të lumtur me shumë sende se vetëm duhet me mendu, jo politikisht, duhet me mendu vetëm ekonomisht. Neve na duhet për popullsinë tonë ekonomia. Njerëzit me qenë lumtur kur vjen të shtëpia, sikur që thash, vjen me dy çanta me qenë i lumtur, dhe me opet me qenë burr. Dhe me burri me pru bilmetin të shtëpia, se pesho pjesa më e madhe. Kjo është vendosje e shoqërisë, kjo është vendosje e gjërave, funksionimit të gjërave. Jo me mu do dallimi, mos më keq kuptoni. Po të me thonë me më qenë si cili prej mashkëve punëtor që me tregu veten. Këtu s'kan fajse, nuk mund me tregu veten se s'kan edhe ku me shku me punu. Jo kjo është i këtujt, jo kjo është i atit, jo është ai vllavi i Hasanit, i vllavi i Enverit. Duhet miliona të muhabete. Mi afru njerëzit e Evropës, unë kom i afru, unë kom shansat të mëdha, mu qërë sendet këtu pi punëtorieve më të vogla deri në fabrika, edhe mi punësu njerëzit tonë me qenë fëmijët tonë të lumtur. Për shumë sende unë nuk jom kakazoj se s'du me thonë para se me këtësi ato. Veprimi, vetëm se mund të zbulojmë atë, se veprimi juaj nuk do t'jetë vetëm këtu në Maqedoni, do t'jetë edhe në Kosovë dhe në Shqipëri. Normal, në trojet tona kreta, si unë kom vepru gjithë edhe kom vepru gjithë sukseshëm, besoj që secili njeri ka dëshirë marrë këtu me ndihmu, jo me ndihmu njerëzve, me ndihmu mas pari vetvetes. Kur i ndihmon vetvetes, i ndihmon familjes, opet po të cilna katundit, qytetit, dhe me kretë me qenë lumtur. Edhe besoj që shansat janë shumë të mëdha. Enver, faleminderit pra që pranove të flasim hapur në emisionin Open me të njëjtën emër për disa gjëra të cilat nuk i ke folur më përpara, edhe pse një pjesë të kohës gjërsa realizoja këtë bisedë, mendoja atë Enverin i cili me atë famën botërore, megjithatë makinën e ka lënë dikun tjetër dhe ka ardhur të lëviz në përseraj me Audi. Atë fëmijun e lagjes që thot se ka marrë zërjeta një çokoladë që sigurisht ka qenë tani bluja në kokë, sigurisht ka qenë përmes afërditës, motrës tënde që s'm kujtohet. Me modestin maksimale ka funksionuar tërë kohën, edhe një herë urime dhe me uratën që gjithë kjo ëndër dhe edhe pse jam e prirur të jem optimiste, por jo në këtë nivel sa ke ti, të realizohen. Ju falenderoj në dhënë shumë, po edhe keni kompliment për emisionet e juve që vi bini njerëzit elementare dhe njerëzit që janë prosperum këtu, po gjatë ju lutim një të api bazavitetit. Se pjesa maj madhe e njerëzve që vinë edhe të biznisit edhe të politikës, gjatë të tërgojmë këto. Dhe të tërgojmë pak pika vjen produkti. Gjatë vete produkti pika vjen. Se kollaj me bo ne ishtë ashtë këtu, ma ki pru ujnë, ma ki pru këto, mi bo sendet, po pika janar ki ujë, ishtë ashtë ma keni pru që toja, ma zdi pika i to është artë. Faktikisht kjo ujë duhet marrë me atë dozën e vetë, unë e vetë me qerë këtë ujnë. Atërë thamë, okej. Edhe për që të më thonë, bravo i kofë gjithve që mi boni këto emisione, edhe gjithë nga keni përkrav, edhe gjithë keni qenë me ne, po besoj që në tardhme që keni me qenë edhe ma të lumtur se kena edhe shansa dhe studia dhe më të mira më qërë se këtu. Faleminderit, Enver. Se ju një njerëzit që i dini këto gjëra, punoni gjatë në për këto televizora edhe meritoni sende më të mira. Faleminderit edhe një herë, ndërkohë që juve telespektatorët të nderuar, besoj se mësuat pak më shumë rreth personalitetit të kampionit me famë botërore, Enver Idrizi. Dhe ajo që më la përshtypje, pos optimizmit të theksuar, ishte ajo se çfarë bën një njeri
të famshëm. Thjesht, të arri të robrojnë dashurinë e njerëzve të cilët ka rreth vetes. Dhe në qoftë se ai arrin të jetë i famshëm me njerëzit që i vlejnë dhe i ka rreth vetes, atëherë mund të jetë ose të prek në pikën më të lartë të lumturisë. Këtë e ka thënë Enver Idrizi, nëse asgjë tjetër. Ju faleminderit edhe një herë për vëmendjen.